gazetar amerikan, grek, tash e kanë post një gazetar, një medium prej Greqisë, me tregu, edhe kjo ka qenë prezente ke përshëndet. Jo që tash. Mirë, dhe tash e 2 vjet keni që një themelu, ju tash keni fillu me ecë. Se 2 vjet e keni bo. Jo që tash po reklamohet. Me njerë kur u themelu lëvizja të qanë. Pse? Pse ata jenë shmend, edhe Serbia, edhe parlamenti, lëvizjen e Deçanit e ka përlen, e ka përmend edhe Duma ruse. Edhe parlamenti... A rikthemi pak edhe të jopi pak hapësirë edhe muzikës. Parlamenti i Beogradit, edhe televizioni shtetëror... Çka lipi parë juve, tash ti je fesë katolike, ndërru Lirida, do të Gjergji ishte me prifat e tjerë me ortodoksët sërbë. A i keni vllaznia ta sërbëta? Sigur ki i Ja, Prishevës. kjo është i Prishevës. I Prishevës. Në muftin kurse ke po me prifta. Prisheva kujna i takon? Oshte ju, po a e për përfarson? Prisheva kujna i takon? Mos delani ka në përfarson. Prisheva kujna i takon? Juridikisht është Serbi, u kry puna. Nuk on Kosovë, Prisheva. Ti përgjigj mu, çka ka lyp do të Gjergji në Serbi me priftat ortodoks? Kur ka qenë? E ki në media ki. Kur ka Takim. qenë? Kur ka qenë? Ka qenë para luftën, ndoshta. Ç'është para luftës? Do Gjergji su kon i peshvi Kosovës para luftës. E ke pos marsopën e këta. Sa është e vërtet? Po vallë vërteta, po këta gabimat ma që ko katedralja janë dy kritikat më e para, që lejon një lëvizje ende të pa etabluar si duhet, me u zhvillu brenda kishav, se po i konvenon edhe kishës katolike kjo, ende s'ka ndalë me një qëndrim zyrtar, pa diçka thonë, na nuk munda me i ndalë. Po munde se, mus po dhe lëvizja dhe qonë sikur i Sisi. E çka thue? I Sisa jeni ju. Ju keni prodhu i Sisa. Po ju se ministri i punëve të jashtme të Republikës së Kosovës. Ju jeni fut pe Bikut, kanë shku drejt në Sisë. Mirë dhe? Okej. E pse Biku? Biku s'ka aku që ka... Edhe bashkëpunëtor të utbës, a u zunë njeri... Po e s'është, po s'ka lidhje mjekër. Ilirit, a je qytetare Kosovës, edhe pse të ishen nga të orca, ku ishen nga Macedonia, po? A je qytetare Kosovës e Macedonisë? Qytetare Kosovës jam. Vërtet? Vërtet. Edhe Macedonisë? Edhe Macedonisë, po qytetare Kosovës. Bravo, mirë, në rregull. Tash, ministri i punëve të jashtme, kumpërsit është hera e tretë që thëm, që ende Kosova nuk e ka denu, as AKI-ja, është Enver Hoxhaj, që e ka prit krahun e ISIS-it në zyret të Republikës Kosovës. I përmen vetëm hoxhallar që kanë shku atje. Pse se keni denue? Pse se një që kundër tina? A një të Enver Hoxhaj kush është? Ishtë ministri, po. Që kanë përfitu shumë, kraj luftës, shumë kanë përfitu. Kanë bukire, shtrajte, banese, komplet. Ty njësë interesant për ata që kanë vetë. Enver Hoxhaj, s'ka vjetë, e ka prit delegacionin e krahut kundër të Bashar Asadit, që kanë që kjo Borazemi Sisi, mi ju të regu qësh është themelu që këja, mi ju të regu aty me i trajnu. Kjo i bjen direkt për krahë e ISIS-it. Është ju se ti ke qenë kraj luftës. Kolegi yti, edhe pse ai ka thonë vjen, nëse mendoj që vjen kraj luftës për shtet, unë kam ikë në Beograd. Unë këtë që tash për i te i për jo më rëki. A shkojmë pak se të muzika është, me se për me në marë konga, a është haram konga, muzika? Ja, tash e ki bu një pyetje. Shefqeti ka thonë haram është. A ka thonë Shefqeti? Këngët cilat kanë tekst, të dytë. Haram muzika. Këngët të cilat... Haram deti. Që u përzit Hoxhanica. Haram deti. Haram nëna të shkin. A do të më përgjigjë, unë tash. A është haram deti me shkuveq? Detin, qyre, gjithher përzirja, me orë tash ke Ilirida këto në bikini, a është e ndeshme me dollë para publiku ta? A është e ndeshme me dollë në bikini në deti me... Ajo deti. Lënë tash atë deti, unë jem Hoxhën tash pyetna, jem faktor për këtë punë përgjigj. Muzika është ndaluar kur ka këngë fyse, çorodice që thirrën drogë, na moralitet. Instrumentet a janë ndaluara? Të na çiftelia nuk është. Që